A jeni kurioze për të parë se çfarë do të marrë në valizhen time të maternitetit? Si fillim kam vendosur që të marr një backpack. Këtu kam vendosur të gjitha gjërat e mia personale, gjërat që do më duhen gjatë qëndrimit tim në spital, gjërat e para që do më duhen gjatë qëndrimit tim në spital. Unë nuk i kam vendosur brenda në çantë, por që si fillim janë një palë shapka për t'i veshur atje. Kam vendosur t'i marr nga këto plastiket sepse ato të copës mendoj se do bëhen shumë zhull, edhe më mirë, ja besoj janë më higjienike këto. Kam vendosur të marr një antidjers dhe një pako facoleta. Tani, si bëjgjeshë jam mua akoma të kalur, s'më shafruar data e lindjes, por që dua që t'i kem gjërat në kontroll. Si fillim është një peshqir. Ju do thoni çfarë duhet peshqiri, nuk na duhet se na dalin djersët ndoshta atje, edhe na dalin djersët ndoshta atje dhe do na duhet për të fshirë. Një pako facoleta të largura për mua. Një kostum gjumi, shumë material i lehtë edhe i butë. Edhe plus është edhe me kopsa që hapet kollaj edhe mund ta veshësh edhe mund ta zhveshësh kollaj. Një fustan. Fustani është me kopsa nga fillimi deri në fund, është me krah të shkurtra. Fustani ka gjatën në fundrejtën nuk ka marrë, sepse mendoj se bëhet shumë mbrapa atje. Batania edhe veshja e parë e bebit. Kaq mendoj se do jenë të nevojshme për fillim. Do i tregoj edhe valizhen e maternitetit, çfarë ka për bebin edhe për mua gjithashtu. Ndërkohë këtu kam valizhen e maternitetit. Kam vendosur një thes gjumi për bebin, meqense do jetë shumë ftohtë. Mund ta përdor kur në momentin që do ta nxjerr nga spitali ose edhe gjatë qëndrimit tim atje. Nuk e di, po mendoj se do më duhet një thes gjumi. Water wipes, këto janë pecetat, meqense janë 99.9% ujë, mendoj se janë shumë më të mira për bebin kundra alergjive. Se ndoshta bebi mund të ketë alergji ndaj parfumeve, alkooleve apo dy. Kam vendosur të marr, këtu janë dy napa të mëdha për bebin, për t'i vendosur në një moment ku mund ta ndroj apo nuk e di se për çfarë do më hyjë punë. Pampers, kam zgjedh Pampers Premium, nuk e di nëse keni pa postimin për produktet që kam blerë për bebin tek shtëpia e bebes. Kam vendosur të marr Pampers Premium, një batanie rose, e cila është edhe me veshjen e vet rose. Kjo është një veshje, ashtu batanie. Kjo është një veshje tjetër prap. Këto janë body me kafë gjata. Edhe një veshje tjetër. Po kam shtyr janë dy veshje, meqense do rrim 2 ditë në spital, 2 apo 3 ditë, nuk e di, varet se do na shkojë eksperienca e lindjes. Kjo është batania, nuk është peshqir, një batanie tjetër. Kjo është me lesh. Peshqir më thanë që nuk do të duhet, edhe nuk e kam marrë. Dhe ndërkohë një shtresë ndrimi, një shtresë waterproof ndrimi, këtë mund ta shtroj si për krevatit, dhe ndërkohë bebin e marr dhe e ndroj te krevati im, që të jetë më sterile si gjë. Ndërkohë tani do kalojmë nga ana tjetër për të parë gjërat që kam vendosur për të marrë për vete. Okej, kjo është ana ime tani. Kam marr, nuk janë vetëm gjëra për mua, ka edhe për bebin. Kam marr qumshtin e bebit, se nuk i dihet asnjëherë nëse do më vi direkt para apo pas. Edhe gjithsesi jam përgatit për qumësh, kam marrë 2 copë, që se do na duhen më shumë, do marr më shumë. Ndërkohë, biberonin e qelçit nuk e kam fut akoma, sepse dua ta sterilizoj si fillim, pastaj ta vendos në një nga ato qeset e kuzhinës plastike, të i dukshme, edhe pastaj ta marr me vete. Dhe kam lënë sipër komodinës që mos të harroj ta laj këto ditë. Kam marrë një kostum gjumi për veten time. Besoj keni parë, e kam marrë te një faqe online. Është super mirë, super e rehatshëm dhe kam vendosur që ta marr me vete atje. Po besoj e dini që janë Pampers për të rritur, nuk po zgjaten shumë. Këto gjithashtu janë mbathje rrjete dhe Pampers për të rritur sërish.
Këto janë vesh mbathje për mua, peshqir, recepeta gjithdhënie, çorape. Këto janë napa nga ato të bardhat që kanë qenë dikur, unë i kam blerë të reja, i kam larë dhe i kam hekurosur. Nuk e di nëse do më hynë puna apo jo, po gjithsesi ti kem. Kam marrë një çuço, nuk e di nëse do më hynë punë dhe ky, po gjithsesi. Kam marrë këtë botullin. Kam dëgjuar që është shumë i mirë si produkt, edhe unë nuk e kam pas deri më sot, nuk e kam provuar ndonjëherë, nuk e di se çfarë lloj si do e kem eksperiencën me të, po gjithsesi e bleva ta kem këtë. Ky është kremi i byçës për bebin, kremi pelenave. Këto janë pecetat e gjirit, tampona më duket se quhen për gjirin, nuk e di. Kam disa lloje këtu. Të gjitha janë të Lansinoh. Besoj shumë që të më hynë punë. Këtu kam napa, 2 bushore, 1 kapuç, 2 pa çorape për bebin, edhe këto. Kuqet e bukura. Kam pampersa për bebin. E këtu kam një fustan tjetër gjumi me kratë shkurtra. Tani ju lutem më thoni se çfarë do më hynë punë nga këto, çfarë nuk do më hynë punë, çfarë më duhet të shtoj valizës time të maternitetit. Ju pres në komente ose në DM kudo që të më shkruani, sepse realisht kam shumë nevojë për ndihmë.